Me rastin e 148 vjetorit të lidhjes së shqiptare të Prizrenit, dje pasdite kryetari i Prizrenit Shoqer Totaj dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama fillimisht të bën homazhe në monumentin e lidhjes së shqiptare të Prizrenit, kurse në këtë solemnitet organizuar ishte edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, nën kryetari i Kuvendit Ardian Gola, zëvendës ministria e Kulturës Nora Arapi Krasniqi, mysafir nga gjitha hapësirat shqiptare si dhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë. Kryeministri Kurti e tha shqiptare Prizrenit ishte organizata parë politike dhe ushtarake që u dha shqiptarëve zë në arenën ndërkombëtare. Lidhja shqiptare i dha ekzistencë dhe jehon dhe e trupëzoi institucionalisht qenjen politike shqiptare duke e patur për adresë Prizrenin dhe saktësisht këtë kompleks godinash ku ishte vendosur administrata e lidhjes dhe më pas qeveria e përkohshme e dalë prej saj. Rrjedhimisht çdo 10 qershor, sikurse edhe sot, duhet të bëhemi bashkë në Prizren, që të gjithë në nderim dhe kujtim të lidhjes shqiptare dhe të idealeve të rilindjes kombëtare, ku janë rrënjët më të shëndosha të ideve politike të shqiptarëve. Duke e mirëmbajtur traditën e shënimit të përvjetorëve të lidhjes shqiptarëve me referenca ndaj historisë së saj, ne e mbajmë lidhjen gjallë duke i përforcuar urat përmes të cilave idetë e lidhjes përcjellen nga një brez në tjetrin. Sepse me këtë ngjarje u qa rrjedha e inercionit historik dhe u krijuan mundësi për të vërteta të reja politike. Me këtë ngjarje u bë e mendueshme një ardhme e re politike për shqiptarët, duke kërkuar të bëheshin autor e jo spektator të historisë së tyre. Nga një popull që rrezikonte të trajtohej si objekt i pazareve diplomatike e gjeopolitike, shqiptarët vendosën të bëhen subjekt i fatit të tyre politik e historik. Folu me gjuhën e Hegelit, me lidhjen e Prizrenit, shqiptarët shfaqën një shkollë të re të vetdijes për lirinë. Pas 148 vitesh, sfidat tona janë pothuajse të njëjta. Ne përballemi me të njëjtat rreziqe që përballuan ata, po përballemi me pyetje po aq të rëndësishme. Apo ndërtojmë institucione që zgjasin më shumë se mandatet tona. Apo edukojmë breza që e njohin historinë, po nuk mbesin peng i saj. Apo krijojmë mundësi që të rinjtë të shohin të armën e tyre këtu në vendin e tyre. Apo e përdorim lirinë që trashëguam për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më të zhvilluar dhe më njerëzore. Këto janë pyetjet që e mbajnë gjallë frymën e lidhjes së Prizrenit. Sepse lidhja nuk jeton vetëm në libra, dokumente apo muze. Ajo jeton në mënyrën se si ne vendosemi të sillemi ndaj njëri tjetrit. Jeton në përgjegjësinë që tregojmë ndaj komunitetit tonë. Jeton në aftësinë tonë për të bashkëpunuar dhe kur kemi dallime. Jeton në vendosmërinë për të ndërtuar e jo vetëm për të kritikuar. Në kuadër të aktivitetit u prezantua projekti për rikoncentimin e ekspozitave të lidhjes së shqiptare të Prizrenit, si dhe u hap ekspozita Monumentet historiko-kulturore të lidhjes shqiptare të Prizrenit nga autori Parim Kosova. Programi u pasurua me performancë artistike nga ansambli këngëve dhe valleve Shota. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.